nona na tha që qëra ta lufta po fillon tha, po nona në atë kohë edhe ka qenë domethënë hala gjallë. Edhe ka po lëvizje pej turmës ku ka lyp ujë vazhdimisht. S'po muna me flajt që domethënë pej britmave edhe hala në rrinë të pamje parasysh domethënë. Kura e pamjes domethënë vdes kur s'kam më hek, është shumë. Nona ka qenë ambise edhe kryesisht të marrë me për kujdesin dhe neve, me punë të shtëpisë, edhe ka qenë si kujdestare e familjes, pasi që baba na ka vdek një moshë shumë të re, kur i ka pas 49 vite. Në atë kohë motra me ma madhe ka qenë 21 vite. Edhe pastaj kem qenë 4 motra e 3 vllazën, familje. Gjithsej, kur ka vdek baba, nona ka qenë bikqyrëse e neve 7 fëmijëve. Ndërsa motra e madhe Luljeta ka qenë arsimtare në shkollën fillore Vaso Pa Shkodrani në fshat aty, arsimtare në drejtimin kimi fizik. Motra e dytë Selveti ka punu në ndërmarrje, ka qenë me tekstilën e gjëra ushqimore 25 maj në Suarek. Lumturia ka qenë në atë kohë maturante në vitin e 4 shkollës mesme të mjekësisë Prizren Luciano Motron, ndërsa Blerta ka qenë në vitin e parë shkollë mesme të mjekësisë edhe ajo, Suarek. Po ngjarja ka domethënë situata ka qenë si në krejt Kosovën, që ka thënë domethënë para përgatitjet atëherë veç kur mi kanë qenë përgatitjet për luftë, u dike që veç dojnë me fillu sulmet e NATO-s, edhe fshati jonë është një fshat ka qenë është i vogël, domethënë i rrethun pej dy anë ka qenë i banun me serb, për fshatin Lëshana dhe fshatin Novak, ndërsa në pjesën tjetër të fshatit është fshati Mamush, i cili është me komunitetin turk. Domethënë na kem pas edhe musafir shumë prej fshatit Studençan aty. Kanë qenë halla jeme me familje, kanë qenë miq të Axhës, ku domethënë ata banorë që kanë ikë prej ofenzivës natë të 8-s, në Strohutëna. Edhe dyqysh si ma sigur të konë. Jo, a ditë ngjarja ka ndodhur me 25 mars, rreth orës 6 mëngjesit. Atë natë, domethënë kur fillon bombardimet, unë mbrëmjen, nona na tha që qëra ta lufta po fillon, po as kush ta mos qyr me pështu kërkon, tha. Kush të mundet, domethënë ikni drejtimet ndryshme. Po ata kishin ardhur jo nga rruga kryesore, po prej fshatit në Vag, domethënë, përpara shtëpive që i kem, kanë ardhur, edhe janë vendosur aty. E gjojtën një 2 granata në fillim, ranë kulëm shtëpisë të Axhës, na mren aty vendosur. Pastaj ata s'ka bosh 20 minuta me thonë, kanë ardhur në barë. Pastaj kanë fillu me djeg, çka ka pas aty, traktora, kera, tërfogjatëve që kanë qenë në barë. 8 persona dikun janë vra, edhe një grup 7 zonë ka qenë, gjithë janë i ka vra. Tani kur kum ditun që po kthehen njëherë me na kontrollu neve, kum hip në kulëm të shtëpisë. Edhe prej aty tani e kum pa që nana me motra, e kum ditë shtëpinë të Axha ku kanë shku, ata kanë qenë tollën në barë, shtëpijat i kanë djegë krejt, edhe nona në atë kohë edhe ka qenë domethënë hala gjallë. Edhe ka po lëvizje pej turmës ku ka lyp ujë vazhdimisht. Ka qenë djali mi që si plagasën, një Pitina, 10 vjetë fisniki, edhe një prej fshatës të Studençan e Gjati, edhe i ka qenë i plagasën. Tani kum nejt deri Mbramje që aty. Mbramje, kom bo lëvizje prej kulmit, me shku bikqyr të shtëpia. Nipi që kënë Gjati, që o dek tash 2 vjetë, kë i ka qenë, i kem të shtëpia jonë aty, kanë qenë do bloka që i kna ble për marruni
një shtëpi tjetër. Po. Edhe kë ka hinë blok aty, mësi i plagasën që të ndorë ka qenë, u hi në blok aty. Edhe na domethënë kemi dalë me 27-in, ky ka dalë dikun me 28-in. Me 28-in thotë që kanë ardhur me kamion, edhe i kanë shtinë pjesë ata, dhe smuqen edhe bërtetëshin kështu pe erë, domethënë se kanë filluar me marr erë aty. Kanë nejtë dikun 7 ditë në barë. E këta persona që i kanë bardh, a dihet çfarë veshje kanë pas, çfarë uniforma, a ka mujt mi pa? Krejt ushtria të na, po, ushtria rregull. Këtë fakt domethënë edhe vetë kanë pranuar ata kur u bë gjykimi Miloševićit në Hag me shtator 2002-s. Atëherë Lejla Ermrullo dhe dëshmitarët e parë domethënë kanë qenë 2 bosnjak prej Malit Zi. Atëherë kanë dëshmuar me shifër të mbrojtur, domethënë që kanë marrë pjesë në vrasjen, edhe nuk po mundin me në Tërnja. Fshatin Tërnje e përshkruajnë shumë mirë, e thonë që s'po mundna me flajt që domethënë prej Britmav edhe hala në rrinë të pamje parasysh domethënë. Po Britmat realisht edhe mua hala më vesh më rrinë që mënyrën kur i kanë ekzekutuar domethënë hala sa larg domethënë distanca shtëpia mrena edhe joni. Pini vjet deri në 74 vjet. Kryesisht kanë qenë grada fëmijë që në vranë që të venë. A një pjesë tjetër, domethënë Tagjës, ku thashë që i kanë vranë mbrapa shtëpisë, ata gruan e migjës me vajzë edhe me qik, e cila ka qenë edhe me meta, kështu, me ndore. Edhe familjen e asaj gruas të migjës, domethënë, e ka qenë për fshatës të Dhunçan, njëna ka qenë 7 zonë mojnë në nëmë. Ata i kanë vra, domethënë aty, po kufumat i kanë marrë, i kanë qenë në fshatin Brezdin, kufi me Dragash, atë Brezdin atë Dragash është fshati i Opojës, kufi me karaullat e Shqipërisë aty, që aty dikon. I kanë. A për këta tjerë, domethënë, që shtëpinë ku jem kanone që o vra aty Shëmsia dhe Votimi, ata 2 plagasit kanë pështuar. Ata i kemi lënë që të kufumat, edhe kur kemi ikna, shtëpia kalla, kufumat janë kallë, domethënë. Edhe një dajtë të tynëve, mrena në shtëpinë kanë 3 kufumat që të kallën. Në djali migjës ajtë të ikë për shtëpisë, ama ne edhe ajo është kufumat ati o kallë. E në fshat i kanë barosë vetëm 2 djemë të migjës që kanë qenë domethënë moshën 34-35 vjetë. Të tjerat i kanë zhdu kufumat, i kanë marrë. Jo, si që me përshkru në gjendjesh, kura e pamjes, domethënë vdes kur s'kom më hek, është shumë. Rrugës të hez, domethënë kreti që i shkatrunë, çdo sa në shkatrunë, bari, ishte rrit, unë sa kam gjatësinë edhe njëherë qashmi me thonë. Pak pa shku të shtëpia, domethënë rrugës kur të hez, kështu, na gjithmonë para luftës e kem pas një macë që ka nejtë në shtëpi mrena, domethënë, ajo. Të shporetin, edhe si me ditë kështu si njeri atë, levizit kur i ndëgjajt të hecë rrugës. Ka ardhë për para, mu ka shtëri kështu, edhe. Tani hina në dyrt mija, krejti që shkatrunë, edhe kalova në shtëpinë e migjës, çdo vend kish bim domethënë bari, venin ku kanë qenë vranë ta, thanisht, domethënë, s'kishte bari. I vetmja, domethënë, shenjë që ke në atë vend ishte një shami nonat që ka bajtë si nonat, shumica nonat tona që kanë bajtë para luftës, shami në kry, edhe këpuste njënës motër. Domethënë, kur pa shenjë tjetër, s'kem gjeta, s'kem pa. Edhe që domethënë tash që sa vitën ato, hala i ruj.